Po. Unë besoj që ti me Brikenën duhet t'jesh pak ma misterios. Duhet t'jesh pak ma burr, jo mashkull. A më kupton që a them? Çfarë lidhje ka? T'jeni djalë i ri. Po pra ta mbaroj, apo mos ta Ta mbaroj? mbaroj. Ti je për shembull një djalë i ri, kupton dhe je shumë i qiltër, shumë i vërtet, shumë i drejt për drejt, perfekt. Ti nuk duhet të ndryshosh, duhet ta mbash këtë gjë. Thjesht që është sikur të them unë ty, ti thu unë jam i drejt për drejt, i vërtet, edhe unë do si në gjithmonë kështu në jetën time, në çdo lloj konteksti. Jo. Për mua është mund ta rimodelosh, do me thënë, qofse ti me Brikenën, tavolinë, Ndërpres vetëm për një sekond? po, duhet t'jesh pak më kështu sipas meje. Ndërpres vetëm për një Pak ma sekond. misterios. Sa përqind menon ti që mjeftin mu? Unë ty? Unë po shprem për atë që kam pa. Po jo, dakor, për ne të ndërprejva të bana këtë pyetje. Po ti je djalë goxhaj, ke fol, je hap shumë këtu, kështu që mendoj që mund të njoh për Sa një përqind? përqindje. Mund të jetë 40, 30, 40, edhe më shumë është. Po pra, e shef sa bosh llë ka? Ke përqindja, po s'ka të bëj fare, unë po flas. Po ka për të bëj. Mateo, unë po flas për këtu ku të kam pa unë ty me Brikenën këtu. Po nuk më ke pa, pra, po të këte po të shpikoj, ti s'më ke pa asherë, mu me të Brikenën. Po të kam pa nga larg. Njëra si nga një herë kam Do ne u thënë. guale, pra. Këtu apo jashtë? Tani Ju më çfarë ju po për edhe thotë? këtu. I gjë është ta shohësh nga jashtë, Po. i gjë është ta shohësh nga brenda. Okej, unë s'po hyte brëndësia jote. E ku e lëll punto? Unë nga jashtë po them, Po pra, po është ajo çështja. po pra nga jashtë sipas meje, Se unë jam i drejt për drejt, po unë nuk jam budalla. po s'jam të thënë se Jo me jo, nuk po them që po më thotë. Po, Të kuptosh, po. ç'a du të them. Do të thënë ti e bën qëllimisht mos